Në një atmosferë të ngrohtë familjare, ku muzika bashkon zëra dhe zemra, Bia shfaqet në qendër të vëmendjes me një kërcim sensual, por të mbajtur me finesë dhe elegancë. Ajo kërcen sipër ritmit të këngës Thërret Prizreni, Mori Shkodër, një këngë që mbart emocione të forta, kujtime, mall dhe lidhje të thella shpirtërore mes njerëzve dhe trojeve. Melodia rrjedh but në dhomë, ndërsa fjalët e këngës prekin secilin që e dëgjon. Djemtë e shtëpisë e këndojnë këngën me zë të plotë, herë me buzëqeshje e herë me një ndjenjë malli që u lexohet në sy. Zërat e tyre krijojnë një kor të natyrshëm, të sinqertë, që i jep këngës edhe më shumë jetë. Në mes të tyre, Bia e shndërron muzikën në lëvizje. Çdo hap i saj është i lidhur ngushtë me ritmin, çdo kthesë e trupit shpreh emocionin e vargjeve, pa teprime, por me ndjeshmëri dhe harmoni. Kërcimi i saj nuk është thjesht një shfaqje, por një interpretim i thellë i këngës. Kur dëgjohet vargu, a e din që të kam motër dhe Bia, në lëvizjet e Bias ndjehet respekti, lidhja familjare dhe forca e ndjenjave që kënga përcjell. Ajo duket sikur e qan këngën me trup, duke e kthyer çdo notë në emocion të dukshëm. Në ato momente, kërcimi bëhet një gjumë më vete, që flet pa fjalë dhe prek çdo që është i pranishëm. Djemtë vazhdojnë ta këndojnë këngën me pasion, duke i dhënë Bias edhe më shumë energji. Mes tyre krijohet një bashkëveprim i bukur, ku kënga dhe kërcimi ndërthuren natyrshëm. Dhoma mbushet me duartrokitje, buzëqeshje dhe një ndjenjë bashkimi që rrallëherë përjetohet kaq fort. Nuk ka skenë të madhe, as drita profesionale, por ka sinqeritet, emocion dhe dashuri për muzikën. Në fund, kënga mbaron, por ndjesia që lë pas vazhdon të ndihet gjallë. Bia ndalet, merr frymë thellë dhe buzëqesh, ndërsa djemtë e shtëpisë e përgëzojnë duke qeshur e duke e përsëritur ndonjë varg të këngës. Ajo mbrëmje mbetet si një kujtim i bukur, ku muzika, kërcimi dhe familja u bën një, duke treguar se emocionet më të forta lindin pikërisht në momentet më të